30 piktura të marra nga galeri dhe koleksione të ndryshme private sjellin për herë të parë në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë piktorin akademik kosovar Muslim Ulliqi. Bëhet fjalë për tablot e dy dekadave më të rëndësishme të ciklit krijues të artistit, që i përkasin viteve 1970-1990. Piktori Ulliqi është ndër përfaqësuesit e parë të modernizmit kosovar dhe atij shqiptar. Gjithashtu ai shfaq nota impresionizmi me teknikat e tij, që janë vaj mbi dru dhe vaj në kanavac. Megjithse ka një krijimtari 40 vjeçare të njohur në mjedisin artistik të ish Jugosllavisë, piktori kosovar arrin të ekspozohet në Shqipëri vetëm 13 vjet pas vdekjes së tij. Kuratorja Zana Varvarica tregon mbi rëndësinë e piktorit dhe prezantimin e parë që i bëhet atij përpara publikut në Tiranë. Ulliqi meritonte të vi si një nga artistët më të parë të Kosovës, pra për të hapur një, si thua, një edicion ekspozitash që do të vinë nga artistët e Kosovës, përderisa arsye shumë të rëndësishme është cilësuar si nismëtar i modernizmit në Kosovë, është cilësuar si i pari akademik, publiku shqiptar, pra një publik i ri, ta njohi krijimtarinë e Muslim Ulliqit, që është një nga krijimtaritë më të veçanta në të gjithë trevat ku artistët shqiptar jetojnë, por dhe brenda sistemit shqiptar. I diplomuar në Akademinë e Beogradit në vitin 1959, piktori njihet edhe si dekani i parë i Fakultetit të Arteve Pamore në Kosovë. Krijimtaria e Ulliqit në pikturë i përket fillimit të viteve 1960 dhe përfundon në vitin 1998, duke u ndarë në disa cikle. Piktura e Ulliqit është një pikturë ekspresioniste figurative. Ajo shfaqet si një shprehje komplekse, ku ndërthuren folklorizmi me bashkohoren. Në përfazat e ndryshme të saj, krijimtaria e piktorit trajton ambientin rrethues kosovar, ku Ulliqi kaloi fëmijërinë, duke tentuar drejt një thelbi filozofik individualist, i cili e tejkalon sfondin territorial lokal në kërkim të universales. Ekspozita Muslim Ulliqi, vepra 1970-1990, do të qëndrojë e çelur për publikun në Galerinë Kombëtare të Arteve deri në fund të muajit prill.